Situata aktuale në qarkun e Korçës paraqitet e stabilizuar në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa problematikat e izoluara vijojnë të evidentohen në disa bashki, kryesisht si pasojë e rreshjeve dhe rrëshqitjeve të dherave. Në bashkinë Kolonjë janë pastruar dhe kriposur njësër rrugësh rurale dhe akse urbane, ndërsa po vlerësohen ndërhyrje të tjera në disa segmente rrugore. Në bashkinë Malish mbetet problematike qarja e argjinaturës së lumit Devoll, ku ndërhyrja nuk është e mundur për momentin, ndërsa rrëshqitje dhe dëmtime infrastrukturore janë konstatuar në zonën e Kakaçit dhe pranurës së fshatit Osoj. Në bashkinë Devoll është normalizuar qarkullimi në disa akse, pas kriposjes së rrugëve dhe ndërhyrjeve në argjinaturat e lumenjve, Oshtic dhe Përparimaj, për parandalimin e përmbytjeve. Në bashkinë Pustec po vijojnë punimet për pastrimin e përrejmve dhe riparimin e segmenteve rrugore, ndërsa në bashkinë Korçë nuk raportohen problematika nga rreshjet, me përjashtim të rrugës së fshatit Denas, ku ndërhyrja do të kryhet pas uljes së nivelit të ujit. Ndërkohë në bashkinë Pogradec problem kryesor mbetet lumi i Vërdovës, ku një pjesë e Karexhatës është shembur dhe qarkullimi vijon vetëm me një korsi. Po ashtu vijon problemi me nxjerrjen e aluvioneve në përrojën e Saselishtes, ku rreth 100 metra nga aksi Pogradec-Qaftan është i kalueshëm vetëm me një korsi, teksa vijon puna për normalizimin e situatës. Sa i përket lumenjve të tjerë të zonës, ata kanë shkaktuar dëme dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme.